Bravo, vajza, bravo. Afroni. Afroni, mi vajza, afroni. Hajde, shpejt se s'kemi kohë. Vajza, para ca kohësh kemi transmituar një histori të një zonje. Prap me kadal strën, po këtë ranë Sarandë. Pra nga Fiori në Sarandë. Shtë pas zhurë, majtë kombe. Balerina jo, të vinë si Gjermon. Rëndër. Erika. E kishte në majtë të gishtave, se ju e kishtë kuptë. Majtë të gishtave. Pse që e thash? Në majtë të këmbe. Shumë. Majtë të gishtave, një. Në si... Ate, unë jam regull. Si thuhet mi? Majtë gishtave. Po të kombe, jo? Pa sigurisht. Unë dagi mua bet. Oke. Faleminderit. Atere, vajza. Të vim dhe ne, vajzat e fshatit. Po, të gjitha, anës e pas anës o, lumit e fshatit ti. Amin. Po pse po sigur, na keni gjuve të Mozartin, Baun. Ato ka dëgjuar. Ato ka dëgjuar. Do ti, atë kulturë muzikore ka. Ka detyruar shkolla. Ka detyruar shkolla. Shkollat ka kulturuar, mi nuk ka detyruar. Shkollat ka detyruar, dhe të shkosh në shkollë, pas pa shkon. Shkon, pas mbledhjes së fundit që u bë, ka thritur me në zyshat dhe po shkon kjo në shkollë. Oke, atere, ishin dy prona, njëra 1.000 euro, që me testamente, me qele testamente, ishin bashkëpronar të gjitha. 1.000 metra katror. 1.000 metra katror. Njëra nga këto zonja tu, i doli një pronë tjetër 680 metra. Ka dalë stra e Sarandës, këtu me ndin, këtu me ndjen. Ka dalë stra e Sarandës, tha, kjo 680 metra, që pse mos ja Ema e ka bërë si fusë edhe këta tjerë, dun. Notejet për makina, që ndrojnë vetëm targën. Bravo, teksti është i njëjtë. Po i thoshtë zonja, s'kan lidhje Gentiani dhe jo? desi ke 680 metrë që. Pse jo i thoshtë? është vetëm se njëri dhe lidi. Edhe ata tjerët. Mor po, do t'i që sa i... Jo, më keq për nemi. Dhe që ta dashim dysh dhe dashim kaq. Po kjo punë. Edhe 600 që andatë, më bukur se 1.000 që. Dhe sakshu, dhe... Numërin e rumbullakos. Do t'i sa i këm ne nga Saranda, në thritën prap hajde, tha se e korrigjumë. Prap Saranda thirrës? Po. Amore. Po pse se korrigju ta ditë më ne, ose sa ka vajt nafta, më qarë korrigju. Digjeni pak. Në datën 17 shkur 2026, sollëm problematikën që në fokus kishte një regjistrim të bërë në mënyrë të padrejtë nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Sarandës. Le të rikujtojmë se çfarë u transmetua. Ka shkthyer në fshatin Borsh një sipërfaqe toke 1.000 metra. E bashkëshoqëruar dy vëllezër, Riza Lani, Lano Lani. Arta Lani ja dhuron Gazment Hajdinit pjesën 1/3 të saj të 500 metrëshit. Huri Lani, që është nëna ime, ja shet Raimonda Shehut pjesën 1/3 të 500 metrëshit. Që jam unë. Na kthej dhe pjesa e mbetur e 1.000 metrëshit 680 metra. Bë regjistrim, se të u quajt parcel e veçantë. Parcel e veçantë është 1.000 metrëshi dhe parcel e veçantë është 680 metrëshi. Ke 680 metrëshi u gëzoj 340 metra. Ke ky 340 metrëshi, kur marrë certifikatën e prodhësisë në dorë, më del Raimonda Sheu, Gazment Hajdini, edhe trashëgimtarët e Dajës. Unë kam të drejtë ligjore, unë dhe Gazmenti kemi të drejtë ligjore me akte që na kanë dhuruar edhe na kanë shitur vetëm për 1.000 metrëshin, ndërsa për 680 metrëshin si u regjistrua kjo pronë. Për parcelën 1.000 metra, për të cilën ka dalë një certifikat pronësie, kartela e pastorisë edhe harta treguese, janë kryer transaksione dhe kanë dalë përveç trashëgimtarëve dhe ata që kanë përfituar nga transaksioni. Dhe në certifikatën e dytë për 680 metrë që ka dalë për të 10 trashëgimtarë, tashmë kontratat e dhurimit dhe të shite nuk mund të transferojnë të kjo. Këtu kemi të bëjmë me një sipërfaqe të re, kemi të bëjmë me një certifikat të re, nëse do duhet që të marrin po të njëjtet persona ku janë kryer transaksionet, atëre në të njëjtën kohë duhet të bërë kontrata të reja. Për mendimin tim kemi të bëjmë me një akt administrativ që është në shkelje të ligjit, patjetër se nuk mund të bëjë ky regjistrim dhe ASHK-ja ka të gjithë të drejtën ligjore për ta rregulluar, për ta korrigjuar të gabim dhe për të bërë regjistrimin në formën e kërkuar nga ligji. Jam shumë emocionuar.
Monda, në një kohë shumë të shpejt ne u takuam sërish bashkë, sepse reagimi ishte i menjëhershëm i Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-s si edhe ASHK Sarandë. Do të bëhen korrigjimet për sa i përket të parcelës 680 metra, që prona të shkojë e destinuar në bazë të dokumenteve dhe testamenteve që palët kanë lënë. Ju do keni mundësi në këtë mënyrë që të bëni veprimet tuaja, që të merrni atë çka ju takon dhe atë çka kanë lënë nëna juaj dhe tezja juaj për ju. Shpresojmë që t'ju kemi ardhur në ndihmë dhe kjo problematik të marrë fund për ju dhe ju të vazhdoni rrugën tuaj të mëtejshme. Jam pa fjalë. Sinqerisht e them, jam pa fjalë. Nuk di, vetëm di të them këtë që Zoti ju bekov ju jap falënderim nëne, falënderim gjysheje. Faleminderit që më hapët rrugën të regjistroj djersën e nënës time dhe të tezes time. Ja, kaq ishte. Kaq ishte. Vajza. 2 javë më vonë, sa 1 javë. Vajza, një javë më bëra ditë, po sot po e transmetojmë ne. Unë them të ikim. Ha? Po jo, po pse shefan edhe për tik? Shef atje, ha? Pa rrugën nga ikët. Këtej dilet, këtej. Qoni, si do kërceni. Hajde, Hajde, s'kemi kohë. vajza, Hajde, më se sa erdhët ju në bëllë piskoku. S'fam një kërcim të bukur, sa keni ardhur ju. Vajza, Ikim më të kërceni atje, këtu, na. Për kokë të kërcimit. Okej. Jeni mësu me këte jo, hajde. Bravo. Rajo. Hajde, shpejt. E, po, shna gjeti. Moj gocani. Po sa ju kemi marrë ju këtë sezon, po nuk pam një kërcim të bukur një herë, moja manë, Shaka, po nuk kërcimet pam janë të mrekullueshme. një kërcim kështu, ha? E shoh në shtëpi, ha? Ua çfarë batute tha. Se shef, Ato e ke parasysh ku ha limon të tharë. O çfarë batute. e shef në ritransmetim. Hajde. Triti. Flonza. Ledo. Unë t'jem që ty nuk e fal. Unë t'jem që ty, jo të shi, jo. Mas emisionit. Çkup, 2 herë. Do të di që bëj shaka. Shaka. Uj, Gendi loves you. Hajde, Triti. Flonza. Onza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.